Të ngjatjeta, jemi në sezonin e 4 të podcastit Suzen me tema të reja, mysafire të reja dhe përmbajtje të re. Ky epizod është realizuar me mbështetjen e projektit Mbështetje për shoqërinë civile në Kosovë, financuar nga Dukati i Madh i Luksemburgut dhe implementuar nga LuxDev, agjencia e Luksemburgut në bashkëpunim zhvillimor. Ky projekt implementohet nga Kosovo 2.0. Shihemi për gjysmë minuti me një super musafire dhe ju mos harroni me na bo subscribe, love, edhe comment, edhe follow, edhe like. Ku fillon rrëfimi yt? Kjo është pyetja e parë, edhe ky është sezoni 4 i podcastit Suzen. Na përcjellni të premteve në të shtatë dhe rrjete sociale. Mirëmëngjesi të gjithëve që po na shihni në të shtatë apo dëgjoni në shërbime streaming e rrjete sociale. Ky dhe epizodet e radhës të podcastit Suzen janë pak më të veçanta. Kemi me vazhdu me pas mysafire prej krejt mahallave të Kosovës e kemi me folë për përjetimet e tyne, sukseset dhe dështimet, ama 4 epizodet e ardhshme kemi me folë për gratë, të vërtetën dhe algoritmet apo qysh dezinformatat në kombinim me algoritmet e rrjetet sociale po kanë impakt te gratë. E mysafire jone sot është doktor Rita Parashumti, eksperte e jetës së shëndetshme, ligjëruese, ndërmarrëse, podcastere. Doktoresha Rita është themeluese e Ritual, që ju kejt e dini, një platformë për të cilën kemi me folë edhe sot, që ndoshta është produkti medial ma me ndikim në promovimin e ushqimit të mirë, fitnessit dhe një jete ma të shëndosh. Rita, mirë se erdhe në podcastin Suzen. Unë muj mja nis, ja kom nis, po muj me vazhdu me fol për ty e me t'lavdu, po nalna, edhe po du me pyetjen që ja bëj krejt grave tona të veçanta këto, ku fillon rrëfimi yt? Ku je rrit? Çka ki bo? Edhe qysh ke udhtu te ky personi që je sot? Që jam sa mirë që e kalove që atë lavdatën, se s'di qysh me nejt, kërë janë nisët. Tash se po më pyet për cilës mahalli, tash se po na të pyetjen famous. Unë ja kom nis rrugtimin tem në Dubrovnik, aty kom lind në Kroaci, edhe dikon moshën 15 vjeçare, kom ardhë në Kosovë, në Kosovën tonë të dashur. Në Dubrovnik e kom pas një jetë shumë të bukur, një fini tepër të bukur. Po. Se kom dit. Po. Edhe kom pas, po mënoj normal, printe kanë mundësu ato, një shtëpi t'jashtëzakonshme, detin e kom pas ofër, faktikisht përveç, unë gjithmonë thëmë që përveç prindve t'mim, ka rrit edhe deti edhe vetë qyteti që është shumë poetik edhe flet gjithçka. Vetë gurt flasin, qyteti flet, vetë që ajo fryma e Dubrovnikut flet. Edhe une kam hala shumë melankoli për Dubrovnikun, jo që nuk shkoj, po faktikisht që tash kom kuptu që sa herët shkoj, çdo vit që shkoj, ma shkakton një farë emocionit që merr kohë mu rikuperu për tina një 2-3 javë, sepse kam shumë kujtimet bukra, po edhe kam shumë ndjenjë, sepse që i kanë kroatët këngët tepër të bukra, tekstet e bukra, gjithçka, kultura është shumë e pasun në emocion. Edhe si të tillë emocionale më ka bo edhe mu, por edhe shumë të ndjeshme ndaj jetës në përgjithësi. Mandej kur kena ardhur në Kosovë, ka qenë një kontrast shumë i madh. Ku me çfarë moshe kjo ardhë? 15 vjeçe. Po, kogja pi kritike, po kjo kish pas qenë plani i babit tem, se unë jam fëmija më i madh, e kam edhe një vlla një motër, edhe ata kanë lindë në Dubrovnik. Ka qenë plani tina, sepse nuk ka dasht që mu kroati zuna edhe une me u bo me naj far kroati atje. Tash menoj që edhe m'kinë m'kish quve që martau, me shka diko.
Nuk më kish kthyer as prej Kinës. Jo, as prej Kinës, as prej Zelandës. Po, o konë qaj kontrasti madh, më kosh që nuk jam adaptu, po ka njëherë halo ndihem pak si turist në Kosovë, edhe pse kam një emocion shumë të fortë për Kosovën, edhe venin tonë edhe unë ndjena shqiptare, qyshove, jam një farë m'del shumë shpesh një farë shqiponje me gjokësit që... Kogja shpesh m'del. Prap, është dalim tepër i madh prej mënyrës që shëm rrit atje, edhe qysh senet janë konë këto, sidomos kur kum ardh konë tepër ndryshe. Do me thonë shkolla, qasja e profesorëve, vetë nxansat, e kom vrejt një farë dallimi, na atje jena konë shumë ma naiv, diqysh shumë ma të sinqert na është në përgjësi, e të na diqysh është si me hi me naj telenovel, kështu krejt do marrë intriga do. Që, okej, është trepi popullit tonë. Tash i ke përvetësu. Tash i kom përveçash. Kom studiu, qatë verën mas vitit parë të shkollës kom thonë, prit i përvjeli mongë, se këtë po vi kam i përvjeli. Se kogja rënë për shkaj ka puna. Jonë bu kogja do vjetë edhe prej që e ke lansu Ritualsin. Po. Edhe muj me thonë që është njona prej podcastereve të para në trojet tona, ose në gjuhën Shqipe që e ke pas podcastin, e po du me të vetë, kur ke folë me publik edhe kur ju ke folë neve, kur na ke folë, qa ka funksionu dhe qa s'ka funksionu? Po në menaj që gjithmonë funksionon qaj që po thojnë autenticiteti ose originaliteti i jam që une faktikisht nuk mundona më shtirë nëse diçka menaj që veç del ajo çka është e vërtet ma shumë në kamerë. Mendoj që ajo edhe fakti që qëllimi jotë gjithmonë shpërfaqet nëpërmes punës që e banë. Unë e kom pas një qëllim shumë patriotik, muj me thonë prap tash kur të analizoj, sepse për mu bërja podcastit u konë një çështje shumë emocionale për mu. Unë e kom mendu që po du në gjuhën Shqipe me transmetu një informacion që ka të bëj me shëndetin dhe mirëqenjen në një nivel të qysh është ka bëhet në perëndim tashti. Edhe dikush edhe në një katon edhe në mal dikon edhe nëse ka televizorin bardh dhe zi qëtu në Kosovë, nëse i del podcasti në televizor, ka me ndëgju një informat interesante qoftë edhe nëse i met një fjali në kry për trupin ton edhe për shëndetin. Do me thonë, qajo ka qenë diçka që mu më kanë nxit shumë që imagjinata e njerëzve në shtëpi të këqyr një podcast në televizor, shqip, diçka të ngu interesant të transmetume në gjuhën që ata e kuptojnë. Do me thonë një doktor po flet një gjuhë, do me thonë jo veç një doktor, po doktorat bashkë po flasin në gjuhë qashtu. Edhe që kjo konë diçka që më ka shty, dhe unë menoj që mandej që ky qëllim, ose niyet që thonë, o transmetu përmes, do me thonë që ai shpirt të transmetu përmes asaj që u dhonë dhe ka pas sukses. Po çka s'ka funksionu ndoshta, që është tepër vështirë me luftu qatë sen, është që mu për shembull m'do këtë tepër interesant, jam vetë tepër kurishtar për një farë dituria që ka të bëj me trupin tonë edhe me hi fellit pak, tash edhe para se m'ja nis. E tash shumicës njerëzve nuk janë nin qatë shumë me hi fellit, kur i vje puna të medicina, të trupi jonë, të shëndeti, edhe nëse ka të bëj, nëse na këshim bu podcastin me na i thashe thema të këto, ose diçka që ka të bëj me personale, dhe me thane këshin dëgju të gjithë, dhe vetë natyra njerit është, për shembull e dim cilat formate kanë ma shumë sukses. Senet që kanë bëjnë me intriga, me dashuri që ka abden jo kë me këto, kjo me ato, jo kë thau për la. Që tu po du me dalë të dezinformata. Jena tu po kontent, te për shumë, Reelsa, TikToka, gjithë shka që na kanë vërshu me të madhe, po në ato TikToka, në ato Reelsa, njerës po folin edhe për shnet, edhe nuk pe din mu njeri kuj na mi besu, edhe kujt mos mi besu. Qysh peshetit, so kanë impact që to këshillat e rejshme pe influencerave pa kujdeshëm, kisha me thonë në venin tonë.
Unë mendoj që kanë shumë ndikim edhe gjithmonë ato mas leti transmetohen. Mas leti gjithmonë po janë ma fitimtare që ato rrenat, se sa që po janë të vërtetat. Po, është shumë e vështirë, për shkak se njerëzit të vërtetën nuk dojnë me ndëgju se është kogja brutale dhe kërkon shumë prej teje. Nuk, do me thonë, shumë letë është me shit njerëzve që janë të dëshprum, me ja gjetë qatë pikën që janë dëshprum edhe me shit diçka magjike. Dhe vazhdimisht ajo ndodh, jo vetëm tek ne, ndodh në krejt botën, po tek ne është ka ndodh në një mënyrë që në botë tash të veç është te kalu. Për shembull, qajat, mjaltat, do far dieta caktume mo në botë, adin e kanë marrë vesh njerëzimit që s'funksionon, tash të pëmënon mi shit sene tjera, si me thonë sene që të premtojnë që kime jetu 200 vjetë, është një varë prej, po, prej paditurisë ekstreme që ka qenë para 5.000 vjete, tash këna kalu në një arrogancë ekstreme, ku na po mendojmë që qatë shumë dim, sa që na e zgatim edhe jetën, do me thonë çfarë egocentrizmi o kjo. Po kjo është tash haloj për këtë perëndimit, na jemi diku pak pa mriç aty. Të detoksi. Po, të detoksi, halojna të detoksi. Po. E cilat ishin me qenë 3 rrenat, apo 3 dezinformatat kryesore që me të cilat më ballafaqohet publiku. Po për shembull tek ne është hala problem që premtohet dobësimi në forma të ndryshme. Pi qajave, mjaltave, deri te domaçina edhe çdiun e çka mos, domethënë dobësimi dihet që arrihet vetëm me deficitin kalorik, tash ka rrugë me mrit ajo, mos me hiq këtu fillit, por jo nuk ekziston asnjë sen që ty ka me të shti faktikisht në qatë gjendje. Domethënë përveç asaj që ti duhet ta bësh vetë. Ose përmes ushqimit, ose përmes ushtrime. Varet që ja bën prompt. Qatë GPT-s trupit kanë. Po jo që ka mënyra të tilla, që është një prej gënjeshtrave, mandej tjetra për shembull edhe qëto premtimet e ekstremit që i përmena, se tash ekziston edhe një shumicë e vogël, oh my god. Shumicë tamam. Shumicë tamam. Ekziston edhe një pakicë deshta me thonë. Këtu të na në Prishtinë, na kullerat që dojmë edhe na me rnu gjate, me marë peptide, me marë që si e në idea sana. Salmon sperm. Po, që si tripash, edhe ato e kanë vendin e vetë deri dikon, por nuk janë zgjidhja për gjithçka, sepse nuk mundesh me i te kalu, do me thonë, pjesë fundamentale të cilat janë thelpsore, të cilat janë për me qenë shëndetshëm, me kon fit edhe krejt, e me kalu direkt në ato, po duhesh me i bo që ato që janë bazë. S'po di tjetër, ka shumë scams që po ndodhen edhe. E qa është një këngë që te kur jenë gjem, ose kur fol me njerëz, ose kur jenë aher nervoz, ta hek nervozën, një këngë shqip, që kishe pas qef me do me neve. Po, tash unë nuk është që ngoj shumë shqip, po... është. Po, është. Që të Shqiponjen. Që bashkë që asi që përmiqit Shqiponjen, e ka la fazonin i kongë, oj Kosovë. Edhe ajo më bën shumë happy se është një farë satire që ta mund ta hek që ato të keshtë. Ta është kalon në një të keshme. Shtë që oj Kosovë është super fun. Tash deshta me fol për do studime që i kemi hulumtu edhe na këto në Suzan, që e prekëm pak ma herët, që ajo puna e detoksit, edhe puna e shitjes detoksit, ki plot suplemente, qaja, mjalta që e përmene, manej ki njerëz që si influencera, bukurosha, njerëz bile edhe në gjem që shkojnë kështu ka 12 sahat rinë gjem, po në fund dolin edhe të kallzojnë që nëse e pen që qaj, ki mu dopsu, ose, jo më falni, ki me hek toksinat. Edhe po seni tjetër dyqysh mëlqia është sen tepër i formum tepër edhe veshkët, jenë sen
të marrun pi anatomisë, pi Zotit, pi thoni, pi kujdush, që në tepër të mira për me ta kry qitë punë. Po. Tash, apo ma spjegon ti mu, ku qëndron e vërteta? Po që kjo është e vërteta. E vërteta është që na I kena një fabrikë tepër të fortë, një maqinë të jashtëzakonshme të përkryer në organizëm që vetë bën këtë punë pa fund. Më thonë edhe mja hek një copë pa pet funksional. Po, një veshk me hekt me tjetra. Njëjtë edhe një pjesë me qis me hek, ajo apet është Që prap shkenca, dializat një manë. I pikrisht. Kështu që na kena mekanizmat të tilla të integruar në trupin tonë që kryejnë këtë punë dhe prap se prap nuk ka nevojë me përdor kur gjo për detox, por na mujmë me aktivizu trupin dhe organizmin tonë në mënyrë të tillë që me janë mu me qis, jo me ja vështirësu punën, njëjtë edhe veshkve, për me kryu atë funksion. Për shembull, alkoholi dihet se ja vështirëson me qis punën edhe na shan neve. Zonë kur të pin alkohol, thot Që kja, ja nise, sa kam lera. Anallët, I sholla anallët sot. Duhet me jep zër motorit ma shumë për me kry punën, apet e kryn, po ka një herë edhe djegët motori, e ke pa dështan, po cirozë dhe s'ki më qa me bo. Do me thonë, detoksi dhe këto gjanat janë krejt gënjeshtra të marketingut, pse njerëzit ton kohën munohen me të shit diçka. Dhe nuk është vetëm të ky ekstrem. Do me thonë, munohen me të shit edhe njerëzit që pak ma jo ashqyqare bojnë këtë punë, për shembull ki njerë që thojnë vetëm crossfit është që kjo metodë, vetëm që si uji I dush me pi, vetëm metoda e pilates është mënyra, ose vetëm që kjo metode jemja 30-25 funksionon, abidin. Nuk mundem me konë qaq arrogant na me dhonë emra seneve dhe me thonë që vetëm që kjo mënyrë. Nuk ka absolutizmat të tillë në sene shkencore. Shkenca gjithmonë është në progres. Unë personalisht gjithmonë thëmë që duhesh me u qetësu pak edhe që mi marrë një hap mrapa se nuk mundesh me ditë bashkë qatë shumë. E ke përmen me një podcast tondin që në Amerikë ka ndryshu shumë këshillat e ushqimit shëndetshëm. Do me thonë, ajo piramida e famshme, I kanë hek fibrat, I kanë shtu proteinat, po yndyrnat I kanë shtu, gjalpi është ma shumë I rëndësishëm, apet na konfuzion. Përsëri përqëndrojmë të konfuzuar. Sa ka ndikim ideologjia në ato këshilla edhe ku me ditë na qashtë e vërteta? Qëra, unë mendoj që hyrja fillit I takon profesionistëve në fushat të caktume. Ku që ndron problemi të fushat, shkencat, humanitarian sciences, ose mjekësia dhe kreto, është që të gjithë njerëzit diqysh kanë pyetje për jetën, vdekjen, pyetje ekzistenciale, edhe pyetje për trupin e vetë, edhe krejt mundohen, do me thonë, me qenë të shëndetshëm, edhe me jetu sa ma gati, sa ma mirë. Prandaj, laikët të gjithë njerëzit, do me thonë, prej një bujkët atje e derit e presidenti, përzihen ose presidentja, faqë dhe kësi gabime me bo. Prej që ti derit, ose qajo derit e kjo dhe që kjo. Personat përzihen në mjekësi dhe në shkencën që ka të bëjë me njerëzit, me njerëzimin. Pse? Sepse dojnë me pas përgjigje për veti dhe sa do laik që janë, ata hynë në qatë fush. Po ti nuk e ki kërkan që përzihet në nuk e ki këtë njerëzimin që përzihet në informatikë, në arkitekturë, në inxhinieri elektroteknike. Apo kupton, nuk dalë unë me bo një reel për me jap një menim për inxhinieri diçka. Abeden, kretë përzihen në qëto sene. Dhe qëtu që ndron problemi që krijohen I hinë fillit njerëzit pa pas diturin fundamentale, thelpsore, për me mujt me vlerësu diçka. Prandaj, e mira e smirës është këto, që me u qetësu, mos me thonë tashti, dul tashti diçka të re, tashti qysh me abo, nëse em analizon krejt jetën dhe paternat e jetës, dhe sjelljen tonë të njerëzve, prej kur ekzistojme deri sot, dihen që sanet janë faktikisht tepër të thjeshta. Kur të mendon humbjen e peshës, është e thjeshtë.
kime hongër ma pak, kime lëviz pak ma shumë. Baza që aja. Nëse kina problem shëndetësor, dush më shku të doktori, ka me të ndimu, me marrë vesh qysh me jabu. A bëden, do me thonë, dihet që nuk bën me hongër veç karbohidrate. Dihet që nuk bën me hongër vetëm misht koq të në kohën. Se dyqysh është shumë. A bëden, as drithna s'bën me të pru, as veç me ndyrë s'bën me najt. Do me thonë, e kini far balansi. Dihet që alkoholi, nëse e këshyrim kret, qa për thët shkenca, nuk ka kur gjotë mirë për tina. A vëden? Tashti, problemi është që po politizohen senet shumë dhe po përzihen shumë me shitje. Kur përzihet marketingu, politika dhe shkenca, këtu krijohet një telashe dhe kreti shtyn agendat e veta për një periudhë caktuar në jetë. 4 vjet, 10 vjet, 50 vjet mandej ndrana. Po, tash kjo piramida mundet me ndru mas 5 vjetë edhe me dalë me na thonë me hongër veç me bo vegan. Po qashtu. Nuk besoj që ka me ndodhë najhera ajo. Prap, aten janë të ndryshime, e ka ndryshu një pjesë nashta shumë, po prap në therb nuk ka qaq nuk guxojnë qaq shumë me ndru që me shkaktu dam. A bëden, do me thonë, e kanë pa që në Amerikë po ndodhë, do me thonë, obeziteti o shumë i nalt, nuk po mujnë me ndalë karbohidratit të rafinume, sheqernat, tepër i kanë porcionet e mdhaja, ata atje kanë telashe tjera prej neve kënej në Europë, do me thonë, dhe te ku në Amerikë e din qësh është ta sheqare, do me thonë, ku shkon me hongër me ngjes, të vjeni tost ca kryte jatë, një temës këm pa qaq, ose një milkshake që kaq. Ose ai që prepat më remrin, ai sendviqi me shumë mish që është tash gjithë e përmenin. 10 kat. Po, 10 kat. Ade që nëse na dojmë, na shqiptarët me këqyr punët e tona, mirë jena, s'kena nevojë me marrë as me atë piramid, as me të këtë piramid. Është esenca është që me proteina gjithmonë baba dhe nona e kësaj pune, që ato duhet në çdo shujt me majt nalt. Do me thonë, sa ma pak ushqimet e ultra procesume me hongër, i na bo bajat të i thonë qëto sene, po dijet. Ajden, po ekstremet, me he karbohidratet komplet, me qit qa për dijune qka coconut oil në kafe, këse me qit po, abdin... Vo me coconut oil. S'ka nevoj me po qasi sene. Na e kena dietën ma qartën najher, dietën mediterane që hajmë, e kena shumë të balancume. Na si popull nashta jo, sepse varfria na ka shty ma shumë me hongër brumra të senet tila, po nëse e këshyrim dietën mediterane, mujmë shumë letë me adaptu. Edhe senet i kena. Po, qashte. E kom përshtypjen që gratë dhe qikat mas shumë të binë prej qëtyne dezinformatave se për cilin rila dhe vesin ChatGPT për kejt sene, qysh me ndrejsh lëkurën, qfar produkte me përdor, po kur jena të bombardum që shtu me kshila për TikTokit edhe prej Instagramit e prej qytyne që edhe për suplemente, qysh a ka naj mënyrë apo naj burim ku qëto informata munën mu verifiku. Se ata qas ti të bësh vetë, ata të përgjigjen. Qysh mi verifiku? Qa po ta të regoj nashta paka shumë një mënyrë. One për veti, për shkak që është profesioni jem, jam më mësu me kuptu, do me thonë, një me njerën ftyre një bre kur është mashtrus. Apëtin. Tash... Shqipe e vërtet. Po, s'ki qaj vëndi qyre shë. Jënë dhe farë që se nëse i këqyrë të atë jashtit, janë super të kurum, diçka i kanë bo 70.000 intervenime, apëtin i abzor me premtu sene, do me thonë me njëherë pa tjetër ka zgjidhje me një produkt të vetin, edhe krejtë kanë në bio atë, ose krejtë kanë një patern të folënit vetëm për një sen. Do me thonë, aje kanë zonë, me thonë e ka kap me folë që s'po di shafrani, ta shëran tiroiden, edhe aj kitë kontentin e ka veç për qata, edhe thot, ona e kam zgjidhen për qitë punë. Ose del tjetëri thot, ona e kam zgjidhen me celer. Veç celeri do me thonë të pushtan edhe s'ka kur gjë tjetër. Del dikush tjetër veç për dritë folë, për shembull. Abëden, nuk e merë njeriun si një qenje tepër komplekse, individuale, janë disa frameworks, që shme thonë disa korniza që ekzistojnë, janë të përgjithshme për të gjithë, por pastaj jo çdo trup dhe çdo njeri reagon njëjtën çdo gjë, prandaj njerëzit që të shëdikon që është absolutist. Absolutist do me thonë që thot absolutisht vetëm që kjo është mënyra, absolutisht vetëm që kjo produkt. Unë e kam mas mirëte. Do me thonë, dikush që
përveç që thot këto, edhe ka një produkt me ta shit, thot, për ndryshe, nëse dan, e ki qëto, dije që qaj njeri nuk është shumë i sinqert në ato çka ka flet, dhe normal, kualifikime duhet mi këshyr, pa tjetër që jo çdo doktor është i mirë, se ki edhe doktora që apo dia kanë huq dikon, edhe mandena ata i kanë shku edhe bojnë tjetër shka, por ideja është që njerëzit që s'janë të kualifikum me fol për qëtë shkencë, si që thamë, si me dalën me fol për arkitektur, me jap një opinion, i njëjti sen është, dhe me thonë nuk mundet një person jo i kualifikum me jap opinion për shëndet, ti veç që ta mendoje, edhe studenti maj keq i mjekësisë, dhe me thonë edhe ti pas të kry ketë provimet me të njofshëm. Fakti që ju konë që aty, 7 vjetë, 6 vjetë, 10 vjetë, ti shka brenë 9 dije i ka metën kry, edhe ka me ditë ma shumë se ti. Nuk mund është, nëse jena të folë për shkencë, e mandej nëse jena të folë vetëm për trupin tëndë. Ti e ki trupin tënë me vete që qaq vjetë sa je, dhe ki me ditë me vlerësu ata që shko ta bën anamnezën doktori, dhe qka ti din me vete, tash aty është që është komunikimi. Dhe me thonë, njerëzit vis duhen verbërisht me besu në diçka. Dhe me thonë, gjithmonë duhesh me këqyr pak njerin, edhe këta që janë ti për nice, për ndryshe. Kur del ti kështë tëtë, hej, abden del aty, edhe tëtë, hej, të shkemi, sa të kam ju tregu një kështu, dije që është fake. Dhe me thonë, tash për shambull një njeri sinqert, s'ka njerëva fort, abden aty mu shtirë, vish. Edhe pak është nervoz, me që ka ndodhë, si kome, abden del pak më arrogant, se që janë të varë që si tweaka që mund është mi ditë. Bojmë një pauzë të vogël, e kthejmë një herë se më ndës po pres. Ky është një konspiracion tepër i shpërndan edhe te na dhe gjithkam botë, për shembull plot shoke puna e vakcinave. Plot shoke. Si më vetë për fe. Plot shoqe të mia, dyqysh thojnë që atë s'bën vllavi marr këto vakcina, sidomos të Covidit, a janë të rrezikshme. Po falesht është si më vetë për fe. Tash për fe për shkollë. Po. Edhe unë kam të tillë në shoqni, normal që është një pikpyetje që o bo o nis dhe kohë, mandej adin, egziste ke një mimo te për fani e ngreq të këtë qenëzën, abdin, edhe s'di me e nalë kështë. Qështu e kom një. Në me tonë, qashtu të njëti sen u bo me këtë punën e vaksinave. Bash. Egziston një sen, që do me thonë na mendojmë në njerëzim për të mirën e përgjithshme ose barazin. Në që të mirën e përgjithshme, ka njerëz që nuk kanë me marë qatë të mirën e përgjithshme. Do me thonë egalitarizmi dhe utilitarizmi. Utilitarizmi është që ajo që do me thonë na mendojmë një të mirë, nashta në 1 milion njerëz, 50 kanë me pësu keq, po tash çka me bo? Jeta është të tillë edhe çka që këna mri na me ditën njerëzim. Ndërsa kjo tjetra është, hajtë t'ja këshyrim qysh se cili me marrë diçka barabartë. Te egalitarizmi kemi pa që tuke pa se ku jena sot me jetë, nuk është që ka funksionu shumë, nuk zgjatë shumë që kjo sot dhe që na qëllimin e kena të mirë dhe ka njëherë këshyrimi barazu senet nuk funksionon. Tash, këta të utilitarizmit është mirë që këta të mdhejt që kanë pare dhe i kanë mundësimi bosanet, është mirë me investu sa ma shumë në shëndetin parandalus, në rritjen e imunitetit, në gjërat të tilla, si me thonë, që epizojmë kompanitë të mdoja në Kosovë, që kanë pare, qoftë edhe najkush që është kompani e madhe që prodhon birë, mundet ose prodhon chips, mundet me investu në shëndet dhe mirëqenje, me sponsoru senet mira që investojnë në shëndetin e njerëzve. Edhe njerëzit duhen me kon të tillë që me thonë, qysh ti po fol për shëndet e qyre qipsi atë sponsor. Leti ato. Ajo ka e pagun këto me të mësu ty qysh me jetu mirë, më stani ty aty që po shkru. Tashti, problemi në njerëzim ekziston që shumë sene ndodhin në një kohë caktume. Në kohë të Covidit,
që atëherë shumë sene në politizu, edhe na konë tepër të ndjeshëm se së dishim që ka ndodhë. Do me thonë, frika o konë shumë naltë. Që jo që thash edhe ma heret, kur e ull njeri frekuencën, edhe është në gjendje frike, shumë letë manipulohet edhe s'din mua sa me besu. Në qatë ko, normal që në botë do është me menu diçka, okej, Covid-i ka ardhë, qa me bo tashti, duhet me kriju një vaksin, tash, ku kanë gabuar që kanë thonë që ka zero risk, zero risk nuk ka kur nuk ka zero risk. Asë në operacion s'ka zero risk. Gjithmonë duhet doktori mi thonë njerëzve që hej, mund është me dek, do me thonë, that's it. Edhe aty nuk kena qa me bo. Tashte ka pas raste ku në 1 milion njerëz kanë ndodhë që kanë pas miokardit, djemë të ri mes 18-24 vjeç, për shembull dhe e kanë ndodhë, është fakt. Por, një masë e madhe ka pas preventiv. Tash problemi me neve është që na arsyetojmë shumë sene të sotit. Bezojme kena një të lashe sot dhe thët, valla, qëto vaksinat e Covidit. Po lebe mos ngarko, edhe s'pa që i bu diçka. Vakcina! Po, a betin të qysh nuk hiq ka bën, tash ti sun e kthen kohën. Nuk mund është është mirë njeri me ndoj jetën në 3 seksione, like qa ki kontrol totale, qa ki kontrol parciale dhe qa s'ki kontrol heq. Edhe mandena qetësohesh pak, edhe thu, une pe bëj ma të mirën e mundshme me qëto ku jam sot. Une nuk me dalë si doktor edhe me thonë që vaksinat janë të rrezikshme, sepse nuk janë, kanë pështu, dhe me thonë 5 milion njerëz në vit i pështojnë vaksinat. Dhe me thonë nëse une kam një qikë edhe qika jame pezojmë kam i pas 14-15 vjetë, unë du me marra e vaksinën për HPV, sepse nëse ajo shkon bën skutave diçka, at least mu imi parandalu prej sexually transmitted disease. Është çështje shumë sensitive, njerëzit unë e kuptoj që prindërit kur kanë fëmijë janë shumë konfuzë dhe adin janë të shkept mes kësaj dhe asaj. Unë nuk jam fanse e anti-vaxxers, sepse ata janë njerëz emocional të cilët i ka ndodhur diçka individualisht, dhe na individualizmin nuk mund me marrë dhe me bo përgjithësim. Ajo është shumë e rrezikshme dhe kjo po ndodh sot sidomos me rrjetet sociale. Janë shkruar shumë libra prej anti-vaxxers, janë mundu shumë sene me i dëshmu, por nuk prap nëse e këshyrim shkencën fundamentale kundrejt asaj, bjen poshtë. Diçka po ndodh nëse këshyrim për punë të autizmit, normal që diçka është ka ndodh, por nuk muj me bo korelacion me vaksinën, nashta është mirë mja nis me menu qysh me hek iPad-at pi durve të hongër ushqim fëmijëve që as janë mësu as me fol, as janë mësu me pas interakcion me tjertë, maksimumin me umunu me bo në qëtë aspekt, dhe ajo puna e zgjedhjes sa me jep fëmijës vaksina jo është shumë e prindit vetë dhe une për vete, nëse kisha dasht mos me jep vaksina fëmijës, atëre e kisha mshirë fëmijën në shpenja 10 vjetë, se kisha quas në qerë dhe kur gjo, e kisha izolu qashtu, se kishim jetu diku natyrë, edhe pa tjetër që imunitetin e kish pas perfekt sen se kish gjetë. Po, na sot, menaj që... Kishë bu do vaksina, se qaq rëq. Po. Shrekon! Pesu minimal pa bu kur Ama menaj që fakti që sot jena që tu ku flasim për me jetu 200 vjetë, dhe jena tu fol për qëtu sene, dhe jena shumu si njerëzim, dhe jena pak ma shëndetshëm se në atë kohën që thash kur kena pas dije fare. Ka ekzistu një golden area ku kena hongër mirë dhe imuniteti u koni nalë, stres kena pas pak, por sot nuk muna veç me bo, për që ata është teme gjatë, nuk muna është me thonë veç po jo dhe hajt, abden unë nuk i përqeshin njerës që kanë këtë pytja, absolutisht jo. Në kres që të muhabetën e rrenave online edhe rjetëve sociale, cili kish me qenë roli ideali institucioneve. Për shembull, ti shkon te një ministre e shëndetësisë, more zot, ose te kishe pas një shkop magjik. Qysh e kishe bo ndryshe informimin ma të mirë fillt? Une e kom vrejtë se fund me sidomos që mu krejt filozofia e ritualsit faktikisht është shëndeti publik. Mirëqenia publike dhe shëndeti si e drejta njeriut. Sani parë që kisha ndru është komplet çështja e edukimit në shkolla, dhe me thonë për klasës 5 kisha dashur që njerëzit mu informu për shëndetin parandalus dhe krejt çështjet që kanë bojnë me public health dhe shëndetin publik.
fakultetin dhe kurikulen dhe gjithçka që ka të bëj me atë pjesë, i shkon intervenimi i parë ndoshta, ku kisha dashur me ndiku në mënyrën prej profesorëve e deri te librat dhe mënyrën qysh transmetohet dituria dhe në mënyrën qysh sa ka barazi në në testim, në mënyrën në ligjërata, në kësja, si mos me konë senet hala me shërt, tash nuk e di qysh janë, po qashtu kanë qenë kohën tonë, me na fakt diqysh. Edhe kena mësu prej skriptave, prej seneve ndryshme, ka qenë një distancë shumë e madhe mes profesorit dhe studentit shumë herë. Kështu që qëto sene kishin qenë të parat, mas pari që me dalë doktor, ma të lumtur, edhe ma pak arrogant dhe ma të mirë. Edhe e dyta, kishte qenë informimi i njerëzve, i popullatës së gjerë, i vazhdueshëm, përmes formave të ndryshme, përmes aktiviteteve, përmes dokumentarëve, përmes gazetave, magazinave, publikime, diçka që në mënyrë sa ma të kapshme për popullin, që ato që unë e kom dashur me mbri vetë, pa filozofu shumë, pa shit shumë men, sikur doktor me terme të veçanta që më kallëzu që unë jam e mençme, po me kallëzu në mënyrë sa ma të përafërt me njerëzit me e kuptu shëndetin sikur një fëmijë 3-4 vjeçar. Domethënë që kjo është ajo. Nuk po moj pa ju kësi ma hallave. Ma hallave. Garant Dubrovnik e ki pas largë, sepse aty veni ma i madh, i ki pas për me mri dikon që e ki pas në agjendë ditore për i shpis tone, u dasht me hes pak ma gatë, se në Prishtinë për shembull për shpis ku jeton me mritë një cak është pak ma shpejt mrinë. Që do 10.000 hapat për mi bo njëri në dite. A është e vërtet, a është për një me e shnetshme që 10.000 të është mi bo edhe pik. Po kjo është ka qenë një marketing i japonezve, që o bo për 10.000 hapat në atë kohë. Kur gjithë keqë s'ka mi bo 10.000 hapa, por e keqë ekziston të faktit që të gjithë jenë atu u përla për cila metodo ma e mira, e shumica njerëzve s'janë ka bojnë kur gjoheq. Do me thonë, ideja është që njerëzit me bot diçka. Ne të fillojnë, për shembull, prej 500 hapave me bot 3.000, 2.000, 1.000 në t'i ban një herë, mandej i ban edhe 5.000, edhe mundohet që ato me rrit gjatë ditëve të javës, sa ma shumë, nëse nuk i kemë, ka shumë njerëz që obsesionohen, pastaj thonë si mriva 10.000 pe lo krejt. Do me thonë, 10.000 është normal që është mirë, por ka një herë nuk është e mundshme me i bo. Faktikisht studimet tregojnë që dikun mes 5.000 dhe 7.000 hapa janë super okej për me mbriqat shëndetin kardiovaskular. 3.000 për shembull mi bo, qave bona? Kur gjohë, ngoj, rej ore, ecën ven. Jo, për njerëzit, vish duhet mu munu, që, masi për thu për mahallat, është një koncept i joni këtu në Prishtinë, që njerëzit kur i thuti me dal me ecë, gjithmonë menojnë a përdin, po ku me ecë, që kjo është një, edhe ose thojnë duna me anis me dalën gërmi. Po le gërmi një herë. A përdin, ose në tokë bashkë, ose në gërmi pa tjetër. A e jeton për shembull s'pëdi dikon Graçanit, exact. Ta është e kejtë Prishtinë. Ama është mirë me dalë që aty në mahall, ku e kiti që aty lagjën tone, rreth shtëpis tone, del adin shko deri poshtë, që për shembull qëto jo ku jeni, vish në për lagjë shëtitësh, ngon diçka muzikun, e di që nashta nuk ka... burger o bashko, e blini një hamburger këtë është. Qashtë të na kanë jo s'po ki qka me pa. Që kur ta bojsha pyetjen për Dubrovnik, të në kohën më shkojken men, kur të thtoj me familje, kur të krym ditën ashtu, krejt janë nisë mi këshyrë sa hapa, sa shumë hapa, këna po se këtu silë në për asë. Krejt kur të thojnë i bojnë ka 20-25.000 hapa. A përdin që ashtu njerëzit do dhe hupin peshme për uthime, për shkak kësaj. Ama është tepër, nështë bre po na vynë me pas, ma shumë sene me shku me pa në venin tonë, se atje për shembull shko një bën 5.000 hapa me shku me pa një ekspozit, 3.000 hapa me shku me kështu një loj futbol, 4.000 hapa, adin gjithmonë kime mri me bo diqka, këtu me shku vishte hamburger o që të spajtona me ty. Ka sens në një farë mënyre që apëthu, por na në fakt duhemi me qetësu shqisat pak, sepse krejt kohën jenë ato njek diqka, adin me pa diqka, me hongër diqka, me përjetu diqka. E nëse na faktikisht i ullim sytë poshtë pak edhe
I lojmë rrisim që ankesat anash. po i lojmë ankesat anash, e rrisim që ndjenjën e interrecepcionit, jo veç percepcionit për jashtë, po që ata me ndëgju vetën mrena, nashta më rënë në gjëna i menim tonin tri, nashta ki diçka, Që naj bitesh. emocion të më shaftë, ha bitesh, kush je? Do me thonë, në fakt është e rëndësishme pak më najt vetë edhe me përjetu edhe qatë ecme deri që aty, pa kërku pa tjetër Me t'jep me diçka t'jap një ecmja. rezultat, se vetja ko me t'jap rezultat. Me flajt ma mira, o boll që e rezultat. Është ball edhe është tepër i rëndësishëm. On this note, që thojnë me qëto ndërkomtar, i erdë fundi që ti podcasti. Shkort dhe. Po këta nale. Rita, faleminderit shumë që ke gjetë kohë me ardhë, me na vizitu, edhe me bo llaf, edhe mu knaq, edhe me na ju përgjigj pyetjeve tona për fejkirizma. Faleminderit ty që më ke për thirrë, edhe qëto. temat kanë shumë të mira dhe shumë të rëndësishme. Shumë faleminderit. Na e patëm qaq, e ju bëna një follow, like, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, mundeni me na lexu edhe në faqen tonë Substack, ku kemi shkrime, edhe unë ju përqafoj shumë. Ku fillon rrëfimi yt? Kjo është pyetja e parë, edhe ky është sezoni 4 i podcastit Suzan.